Përshëndetje, sot kena më mësu për një webfaqe e cila është e dobishme për dizajner, është fjala për flat icon. Pse kjo webfaqe? Duke pas parasysh që shpesh nevojiten me përdor ikonat ndryshme në projekte ndryshme, kështu që në Photoshop i kemi zgjedhjen e ikonave të kufizuara. Për shembull, kena mësuar te videot paraprake që i kemi disa ikona te custom shape tool. Nëse shkomi me tastin e djathtë, do të thonë hapa këto që kemi, ose nëse klikomi këtu, shfaqen ikonat. Disa që nuk i kanë këtë ikonat to, e kanë opcionin me kliku këtu te kjo dritarja, pastaj mi bo all. Edhe ju pyet diçka yes, no, klikoni edhe ju shfaqen ikonat. Po prap këto janë të mangëta, do të thonë neve na nevojitet zgjidhje më e madhe. Kështu që për këtë arsye do ta mësojmë këtë webfaqe, do të thonë flaticon.com. Kjo webfaqe, do të thonë, ka ikona sa dushë, përmi 2 milion, do të thonë, ikona. Kështu që kemi këta kategoritë. Po kjo webfaqe e ka një mangësi se disa ikona janë me pagesë, ndërsa disa pa pagesë. Por prap ka zgjidhje pa pagesë sa doni. Për shembull, po klikoj këtu me kërku business, për shembull, klikoj ikona business. Këtu ta shfaqen ikona ndryshme. Po na kemi këtë filterin këtu, mund me filtru, apo do mi qenë free, apo premium. Do me thonë, premium janë qëtu që e kanë këtë ikonë këtu. Këtu do të mi shkarku me pagesë, nuk mund mi marrë pa pagesë. Nësa këtu që nuk e kanë qëtë ikonën e kurorës poshtë, këtu janë pa pagesë. Ne mund mi filtru me njerë automatikisht, do me thonë mi bo që janë free, pa pagesë, edhe këtu filtron me njerë në daljen pa pagesë. Ndërsa, filtrimi tjetër e kena mi bo më të popularizumet apo të fundit, na i lomi më të popularizumet, s'ka lidhje në këtë rast, po kemi edhe një zgjidhje tjetër të style. Do me thonë, kemi ikona që janë black outline, black filled edhe multicolor. Do me thonë, black outline janë ikona që e kanë kufizimin e moshtë, jo fushën. Do me thonë, fusha është e zbrazët. Për vrejnë veç kufizimi është i ngjyros me zezë. Ndërsa, nëse klikomi black filled, shikoni ta shfaqen këtu që e kam fushën e moshtë, jo kufizimin. Thonë, këtu janë stilet ikona. Po është e rëndësishme, nëse fillojmë me bëni një projekt, edhe kena zgjedh ikonat më kon filled, do të thonë fushën e moshtë, atëherë në gjithë projektin i përdorim ikonat me filled, që me pas këtë një stil. Ndërsa, nëse kena zgjedh black outline, atëherë të gjitha ikonat i përdorim me një stil. Po do të me pas parasysh një diçka ku ta përdorim black outline. Sepse janë disa ikona që e kanë outline-in më të rrashtë, do të thonë që duket kufizimi më i rrashtë, disa më të hollë. Kështu që është më rëndësi nëse përdorni gjeni stilin e njëjtë. Se për shembull, shikoj, kjo me kët mund më kon të përshtatshme, për arsye se çore e kanë trashësinë të njëjtë. Ndërsa këto të tjerat janë gati si të ngjashme. Kështu që varësisht prej kërkimeve, mundoni mi gjet te outline-i trashësia le të jetë përafërsisht e ngjashme për më dalë më profesionale. Edhe filtrimi tjetër që kemi multicolor. Multicolor do të thonë ikona që janë më shumë se një ngjyrë, që janë këtu kombinimet. Po shumicën e rasteve na i përdorim ikona që janë black outline edhe black filled, për arsye se kemi në mundësi ja ndromi ngjyrën në Photoshop. Okej, tani për zgjedh mini ikon, që këtë rast po duam të zgjedh që dollarin. Kemi na pëlqejnë paret. Okej. Këtu i kemi disa opcione, çfarë formate mi shkarku ikonën që ja zgjedha në këtë rast. Tash i kena PNG, këtu i kena mund me zgjedh çfarë dimensione. E kemi formatin SVG, kjo është formati vektor, me këtë do ta mësojmë më vonë kur nëse publikomi video për Illustrator, për shkak SVG-n e për Illustratori. Ndërsa te ky plusi këtu, nëse klikomi këtë plusin, kemi EPS edhe PSD. Do të thonë EPS është format për Illustrator, ndërsa kjo PSD ose PSD është për Photoshop. Do të thonë PSD gjithmonë i referohet ato Photoshopit. Okej. Pe klikoj kët, free download, edhe zgjedhin desktop, save. Urojt ikona në desktop. Tash po minimizoj. Unë i kam dy ekrana, më del në ekranin tjetër, kështu që pe bardhi drag and drop. Juve mundet mos më dal me këtë ikonën, jo që do të thonë që keni programin që keni shkarkuar nga grupit për arsye se ajo është portable, po ju vetëm e merrni drag and drop edhe lëshoni këtu dikon, edhe shikoni shfaqet ikona. Okej.
Ta shprej këtuit, për marrë drag and drop, e shti këtu në projekt, e kom kriju një projekt 500 vetëm sa për ilustrim. Ju më kom për shembull të bëni vizit kartela, bëni Facebook cover, shka do qoftë, e qet një këtu. Okej. Tash të zvogëloj me shift, në mënyrë proporcionale. Okej. Tash shikoni, kjo është e kriju me vektor. Që do më thonë, është si këtu shepat ka që i kena. Tash të kemi mundësien me kliku 2 herë, do më thonë, klikova këtu 2 herë, hapo dritare, edhe janë të kanë gjyrën. Thonë, kjo është editushme. Muj me kliku me thonë efekt gradient overlay, do më thonë që pjap gradient, si edhe që fardu gradient. Okej. Për sana kjo mundet që në më rrit, më zvoglu, pa ju hup kualiteti për arsye se është vektor. Do më thonë, kjo faqe është shumë e domosdoshme për një designer.